të njerëzit, pra me do mos ndodh që të kenë mosmarrveshje për ndonjë çështje. Mirë po rruga e muslimanëve është shumë e lehtë. Këtë kemi përsërit shumë herë. Domethënë Allahu na ka lehtësuar shumë dhe ka thonë wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ar-rasul. Domethënë nëse keni mosmarrveshje për diçka, ktheuni te Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse qëllimi është arritja e kënaqësisë së Allahut, domethënë zgjidhja është shumë e lehtë. Nëse dy musliman nuk mund të pajtohen për një çështje, atëherë mrin pajtimin duke u kthy te Kurani dhe Suneti. Mirë po për shkak se nuk kthehen, atëherë i ka ndodh umetit, domethënë gjithë këto fatkeqësi, edhe domethënë dëme aq të mëdha që shumica e njerëzve as nuk e kuptojnë rëndësinë, peshën e këtyre dëmeve. Edhe madje rezultatet e këqija nuk i di kush përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka ndodh, domethënë, përçarje dhe grindje mes muslimanëve, saqë ka arrit, domethënë, edhe armiqësi mes tyre. Edhe për këtë shkak, domethënë, armiqt e kanë mposhtë, edhe kanë ngadhnjy, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Domethënë, mos u grindni, mos u kundërshtoni, sepse kështu do të dështoni dhe do t'ju humb fuqia. Domethënë fuqia e muslimanëve ka humbur për këtë shkak, domethënë se nuk i kthejnë Kuranit dhe Sunetit. Dhe si rezultat ka ndodhur përçarja dhe i ka humb umetit respekti, do të thotë nga ana e të tjerëve. Pasi janë bë cop edhe janë bë kundër njëri tjetrit, kështu që armiqt kanë arrit ta ngadhnjejnë edhe në shumë vende, domethënë t'u marrin edhe tokën muslimanëve, t'u marrin atë dheun e tyre, edhe i kanë bërë muslimanët, domethënë njerëzit me pak peshë, domethënë, më të parëndësishëm. Kur flitet për drejtat e njeriut, flitet vetëm për drejtat e devijumve. Domethënë devijum morale, në besime, në çdo çështje, kurse për te muslimanët, domethënë nuk bëhet fjalë për drejtat muslimanëve ose drejtat njerëzve që janë musliman, nuk bëhet fjalë. Por kur bëhet fjalë për lloj-lloj devijimi, sidomos në moral, domethënë në gjitha aspektet, aty do thotë bërtasin për drejtat e të prishurve, domethënë.